qarkun e Vlorës në listat e Partisë Demokratike. Çfarë mund të përfaqësoj? Nuk ka qarku i Vlorës, Vlora, Delvina, Saranda, Himara, Selenica, Finiqi, Ksamili, djem dhe vajza, pra çfarë e lidh? Kështu që në këtë kontekst, pyetja është pse fshihen në listat e mbyllura. Por unë nuk dua të ndalim sepse ose të marr tjetrin, ç'pun ka Bledi Çuçi të jetë në qarkun e Vlorës. Çfarë e lidh Çuçin me qarkun e Vlorës? Çfarë ndodh me Damian Gjiknuni që njëre heq nga Vlora, njëre sjell, njëre heq, njëre sjell. Njëri krijon lidhje me elektoratin, njëri ja heq. Kështu që në këtë kontekst unë nuk dua të analizoj sepse sot shqiptarët e ndjejnë banorët e Vlorës, banorët e Shqipërisë e ndjejnë sot peshën e keq qeverisjes. Dhe ajo që është për të ardhur keq sot dhe të gjitha kemi perceptim është korrupsioni galopant në administratën publike. A e dini ju Dafin, besoj e dini mirë që institucionet shqiptare të kësaj qeverie nuk kthejnë përgjigje qytetarëve shqiptarë. Rasti më banal, s'po flas për të respektuar afate, por po flas për gjëra bazike që do duhet i kthej përgjigje. Ashtu tepër që ka vendosur Ill Benjën dhe kanë hequr sportelet duke e kaluar në një ngjasje në një nivel tjetër. A e dini ju që sot në qarkun e Vlorës kanë rreth mbi 50.000 qytetarë të larguar në vitet e fundit. Sikur 1 euro në ditë të shpenzonin ata për ekonominë e qytetit apo të qarkut, janë miliona euro në fund të vitit. A e dini ju sot që bizneset në Vlorë nuk kanë mundësi të punësojnë të rinj apo staf sepse nuk ka dhe i kanë syt nga vendet e botës së tretë. Kështu që në këtë kontekst ky është problemi. Dhe ajo që ne propozojmë sot, dhe ajo që ne kërkojmë sot është që ky sistem të çahet. Dhe unë i bëj thirrje çdo qytetari shqiptar, nëse nuk e gjen veten tek po themi djathtas për zhvillim, por le ta gjej veten në një subjekt tjetër të ri për ta çarë të klasë të vjetër politike. Nëse nuk kërkon dhe dëshiron të votojë numri 9 djathtas për zhvillim, të gjej një mënyrë tjetër për ta adresuar votën, për ta çarë të klasë politike, e cila kërkon me çdo kusht ta mbaj Shqipërinë në këtë status quo. E qartë, po çfarë parashikimi mund të bëni ju në këtë fazë, përveç që thirrjes që i drejtoni elektoratit? Ja akuzuat Ramën dhe Berishën për bashkëpunim mes tyre, në fakt bashkëpunimi nisur që në 2008 me ndryshimet kushtetuese, dhe sot kemi një sistem që favorizon kryesisht 2 partitë e mëdha, apo në njërën anë ne kemi një koalicion, sot Alianca për Shqipërinë Madhështore, PD-ja me 23 partitë të tjera. Sa hapësirë ka qoftë djathtas për zhvillim, qoftë koalicioni tjetër dhe një tjetër në garë, Shqipëria bëhet me nismëndhurje, e po ashtu edhe partitë të tjera që garojnë për 11 majin? Dafina, unë di të them që jo vetëm në qytetin e Vlorës, apo qarkun e Vlorës, ku e kam informacionin e saktë, por në çdo qytet, në çdo qytet Shqipërisë, ajo që është e rëndësishme është që shumica dërmuese shqiptarëve nuk e duan këtë klasë politike të vjetër. Nëse ne do të flasim për një numër të caktuar votuesish në realitetin shqiptar, do të shikojmë që nuk kanë dëgjoni? Po, patjetër, jemi në lidhje. Okej, nuk kanë më dëshirë për të vijuar kjo mazhorancë me qeverisjen e saj. Ndaj e gjithë klasa politike shqiptare do duhet të marrë përgjegjësitë, kush më shumë e kush më pak, por përgjegjësitë për to 35 vite. Unë di të them që sot situata është më shumë se kur në favorin e individëve të cilët nuk kanë të shkuar korruptive në jetën politike shqiptare. Sot është situata më në favor se kur për të gjithë ata individ që pranojnë të garojnë në listat e hapura, por fatkeqësisht kjo dyshe e vjetër e klasës politike ka bërë çdo përpjekje për ta tjetërsuar këtë vullnet dhe për ta deformuar këtë vullnet. E qartë, ndërkohë një nga problemet e përmendura vazhdimisht pas proceseve zgjedhore në Shqipëri të evidentuara edhe në raportet të ndërkombëtarëve përfshirë OSBE ODIHR është shitblerja e votës, por edhe krime të tjera zgjedhore.
ka një reagim të radhës, vjet theksi në fakt tek parandalimi i krimeve zgjedhore dhe siç ju e dini ka një angazhim edhe të task force-së së krijuar posaçërisht me në krye SPAK. Ndikim shkurtimisht një material dhe më pas diskutojmë së bashku cilat janë pritshmëritë, a do të diskutojmë pas 11 majit sërish për krime zgjedhore, për pretendime të palës humbse, për manipulim të procesit dhe rezultatit zgjedhor. E ndjekim. Një ditë para fillimit zyrtarisht të fushatës elektorale, kreu i prezencës së OSBE-s në Shqipëri, ambasadori Michel Taran, nënvizoi rëndësinë e hetimit dhe ndjekjes së krimit zgjedhor, duke marrë shkas nga fakti se në raportet e fundit për zgjedhjet në Shqipëri, shitblerja e votës konsiderohet problematike. Është e rëndësishme të theksojmë se megjithëse është bërë përparim, raportet përfunditare të Odirit për zgjedhjet parlamentare të vitit 2021 dhe ato vendore të vitit 2023 vënë në dukje se krimi zgjedhor, në veçanti shitblerja e votës, keq përdorimi i burimeve të administratës dhe frikësimi i votuesve vazhdojnë të jenë çështje shqetësuese. Vlerësoj masat paraprake të ndërmarra nga zyra e prokurorit të përgjithshëm, Komisionit Qendror e Zgjedhjeve dhe SPAK-ut dhe Policia e Shtetit për trajtimin e sfidave që lidhen me krimet zgjedhore. Prokurori i përgjithshëm Ulsen Xhela dhe komisioneri Lirian Zelibashi u ndalën tek rëndësia e protokollit për parandalimin dhe hetimin e krimit zgjedhor. Ka nevojë për një qasje proaktive, jo për një qasje pasive. Çka duhet shoqërohet me hetime të shpejta, hetime intensive, hetime gjithëpërfshirëse dhe në bashkëpunim me të gjitha institucionet e tjera ligjzbatuese. Tesa për partitë politike, por edhe për organizatat shoqërisë civile, po më shumë për subjektet zgjedhore, meqense janë të interesuar të drejtë për procesin zgjedhor, është për një adresim konkret, bazuar në prova dhe jo në retorik politike apo në narrativ elektorale të gjitha shqetësimeve. Zotja Galliu, si mendoni, cilat janë pritshmëritë tuaja në lidhje me angazhimin e strukturave shumë të rëndësishme, ligjzbatuese, sa i përket parandalimit të krimit zgjedhor në Shqipëri? Së pari unë i mbështes dhe nxis që kjo luftë kundër le të themi vjedhjes së votës apo shitblerjes së votës të shkojë gjithmonë e më thellë, duke parandaluar së pari apo duke vendosur para drejtësisë ata që e kryejnë këtë akt. Kush mund ta kryejë këtë, dihet kush, janë pikërisht ato të cilët menaxhojnë burimet financiare dhe të buxhetit të shtetit, por edhe të krimit të organizuar. Kështu që ndaj besoj fort realisht që SPAK, kjo strukturë posaçme, apo gjithë struktura që është mbritur në këtë moment për të monitoruar shitblerjen e votës dhe për të vendosur para drejtësisë të gjithë ata që guxojnë ta tetësojnë vullnetin e votuesit shqiptar, të marrë një ndëshkim të merituar.